Duke qenë se përmenda protestat që janë zhvilluar në lidhje me këtë propozim të Partisë Socialiste, ka dhe një protest tjetër, paralelisht që vijon në bulevardin kryesor në Tiranë. Kozgjatja e saj, kërkesat, artikulimi, fuqia, me sa e keni lexuar ju, çfarë të ardhme ka? Shiko, unë vazhdoj të mbetem qëndrimit të parë, që nga dita e parë, e 10, e 20, e 50 dhe e 60 e protestës, kam qenë, jam dhe do të mbetem i qëndrimit që kjo protestë, nëse nuk strukturohet, kjo protestë, nëse nuk nxjerr përfaqësuesit dhe liderën e saj, nëse nuk nxjerr një emër për kryeministrin e ardhshëm, nëse nuk krijohet si organizatë politike sepse është lëvizje politike. Pra, lëvizja Revolucioni i Flamingove është lëvizje e mirëfillt politike kundër establishmentit të vjetër. Tani, ky establishment i ri po tregon pa aftësi organizuese për të krijuar programin politik, partinë e re politike që do garojë në zgjedhje, kontratën e re dhe programin për të qeverisur vendin. Në qoftë se këta nuk strukturohen, sa më gjatë e zgjasin idenë dhe hezitojnë për të krijuar parti politike, aq më shumë do të forcohen partitë e vjetra. Sa më shumë këta vonojnë partinë e re, aq më shumë do forcohet PD-ja dhe PS-ja. Sa më shumë këta vonojnë nxjerrjen e një lideri të ri, aq më shumë forcohen dy lideret e vjetër Rama dhe Berisha. Sa më shumë vonojnë këta emrin për një kryeministër të ri, aq më gjatë do e kenë Ramën për kryeministër. Prandaj, duket ndonjëherë sikur një dorë këta i mban, që mos hedhin hapin e radhës. Tani, ose i mban një dorë, ose janë të paaftë që të provojnë më shumë politik. Këta kërkojnë ta çojnë vendin në zgjedhje, po kërkojnë ta çojnë me Ramën dhe Berishën. Këta kërkojnë zgjedhje të parakohshme, po kërkojnë që të shkojnë me PD-n dhe PS-n në zgjedhje pa krijuar lëvizjet e reja politike. Tani, unë nuk mund ta kuptoj se si mund të hapesh një faqe të re në histori me xhaketat e vjetra. Dhe për këtë arsye jam skeptik dhe mbetem i mendimit që nëse këta nuk hedhin hapin e radhës për një parti të re, partitë e vjetra do të forcohen dhe këta do dështojnë. Ka rënë në sy dhe ka ngjallur reagim, gjithashtu do t'ju marr mendim edhe për këtë, mundësia e hapjes së një konsullate serbe në Shkodër. Reagimet u ngjallën pas deklaratave të ministrit Đurić në një podcast në mediat serbe. Mund të ketë mikse analizën brenda kjo, po a është e ligjshme, pra besoj jeni njohur me ngjarjen, me zhvillimin? Po, mendoj që debati është i ligjshëm, po shpesh herë i pa argumentuar, me mira qytetarë flasin pa lexuar ligjin apo parimet e hapjes konsullatave. Në tërësinë e vet, parimet në të cilat hapen konsullatat janë ekzistenca e një numri emigrantësh, shtetas të banorë të një shteti tjetër, ekzistenca e një minoriteti, pra e një pakice me etnitet ndryshe, interesi e treta është interesi i marrëdhënieve ndërkufitare, interesi i marrëdhënieve tregtare, interesi i marrëdhënieve ekonomike, interesi i shkëmbimit të marrëdhënieve kulturore, etnokulturore, shkëmbimi i marrëdhënieve tregtare, pra janë disa parime. Le të themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë pakica në Kinë, po kanë 10 konsullata. Le të themi, Turqia ka 14 konsullata në Gjermani, po nuk ka pretendime territoriale. I ka hapur për fakt se ka shumë emigrantë. Ka shumë shtete të cilat për shkak të interesave kufitare, fqinjësie, kanë shumë konsullata. Për shembull, unë habitem pse heshtën gjithë këta patriot kur janë hapur konsullatat në Korçë apo në Gjirokastër. A ka minoritet grek në Gjirokastër? Nuk ka. Po në Korçë ka minoritet grek? Nuk ka. Po kur u hapën konsullatat italiane në Shkodër apo në Vlorë, u hapën për efekt të emigrantëve që ne kemi në Itali. Pra ka arsye të ndryshme. Le të themi samiti i Berlinit, procesi i Berlinit. Një nga pikat kryesore që ka është zgjerimi i shkëmbimit të shërbimeve konsullore, tregtare, ekonomike të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor.
ndër të cilat padyshim është Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, dhe nuk është thjesht një proces i shkëputur. Dhe pyetja e fundit është, po mirë, nga kjo marrëveshje përfitojnë shqiptarët apo përfitojnë serbët? Sepse në thelb marrëveshja për hapjen e 2 konsullatave ka një aspirat prej dekadash të mira shqiptarëve në jug të Serbisë, që jetojnë në trojet e tyre, për të cilat ne kemi pretendim, dhe do hapet konsullata atje. Tani, unë mendoj që ky është një hap historik i diplomacisë shqiptare për të hapur një konsullat shqiptare në luginën e Preshevës, ku përfitojnë të gjithë banorët e Preshevës, Bujanovcit, dhe në këtë kontekst, Shqipëria përfiton 90% në raport me Serbinë, e cila hap një konsullat nga e cila s'mund të ketë asnjë pretendim. Se Shkodra nuk rrezikon ndonjëherë dhe nuk ka pretendime territoriale për Shkodrën. Ne themi lugina e Preshevës është shqiptare dhe ne kemi jetike hapjen e kësaj konsullate. Tani ata të cilët dalin kundër, në radh parë duhet thonë pse janë kundër hapjes konsullatës në Preshevë. Pse janë kundër aspiratës së mira shqiptarëve atje, se dëmtojnë këtë iniciativë patriotike. Dhe në marrëveshje diplomatike nuk ka marrëveshje diplomatike që vetëm të marrësh. Marrëveshje diplomatike është merr jep, dhe jo merr dhe jep Preshevën me Shkodrën. Se ka dhe ignorant apo idiot. Dalim tek parimi i reciprocitetit.